Shqipëria. Mora fjale, mora vargun, mora qarkun me furgon. Aty është ndjesia e luajturit futboll, kur lëm mes 22.000 vetëve, di çfarë do të thotë? Edhe nëse je i vdekur, ti nga ato brorima zgjohesh. Në moshën 12 vjeçare unë jam larguar nga fshati, për të ardhur në Tiranë dhe për të ndjekur futbollin. Aty ka qenë momenti më i vështirë në jetën time, kur kam momentin që jam kthyer me i qan ndor, apo pa nga familja, do ta mbaj mend sa të jem gjallë. Ke thy rekord pas rekordi. Ne do të dim sa është numri sakt i golave. Po të llogarisim edhe golat e kupës, golat në Champions League, 850-ta. Ndryshe nga kombëtarja, Vllaznia fiton prapë kampionatin për të 100 herë. Nuk është se e vlerësojnë shumë futbollin e femrave, nuk dën t'ia dikush. Vajzat sportiste që kanë nëpër intervista, nëpër gjitha emisionet sportive, jo të rrën femra që s'e kanë idenë futbollin dhe shkojnë vetëm për të treguar trupin e tyre. Miq të Andale Sport, ja kemi edhe një herë për fat keq kombëtara jon ka humbur, po themi mundësitë të shkuarit në botror, pasi ky barazim me Letonin tani i fundit ishte keq fare, po keq fare jam shumë i nxjerrur me kombëtarën. Unë nuk e di vëlla si kanë shkuar me Letonin, domethënë me aq sport, a kuptoj, nga që i morën barazimin Serbisë dhe barazimi është i mirë me Serbinë. Jo, po kështu kanë menuar ato si duket. Ora nuk e di çfarë ndodh. Tani me Letonin kishim 4 ndeshje, 4 barazime. Mendova që thash kombëtare mirë tani nuk do dalë barazime, prap barazime Letonin. Dhe imagjino një ekip që pretendon shkoj botror, që ka këto pretendime të larta për botror, i merr një pikë Serbisë me një lojë të mirë, po them, shkon në Letoni edhe bën një lojë makabër, një lojë që nuk di nga ta filloj. Një ekip që thut ti do shkojnë botror me një Armando Broja në sulm, që për mendimin tim nuk din ku është fare vëlla. Armando, lojtari më i mirë shqiptar Armando Broja. Jo, ore, lojtari i mirë është sa dushej. Po ku tregoje? Po te kombëtarja jon, unë nuk e di ai vllai sigurisht. Ti je lojtar i mirë pafund. Po nuk ma tregove me kombëtarën që lojtar i mirë, unë nuk kam nga ta ditë. Evertoni bëj çfarë dush. Po më kush e potencialin e ka. Ku është problemi o vëlla? Ku është problemi që ai dobët me kombëtar? Ti je lojtar, potenciali Brojës është me shku top të artë është Broja, lojtar shumë i mirë. Lojtar shumë i mirë. Po ka potencial topin e artë në Shqipëri. Limitet e veta i ka të larta. Po ti lun me kombëtaren, bën vetëm deportime, shpërten nga krahët, shkon fundore hum topin. Aq di me bom, aq di me bosh. Shko deri te fundorja, a kupton? Do të fusin ai asis në gjë. Unë nuk e di pse nuk lu me ekipin valla. Ai duket sikur nuk do të luaj grup. A pe fillim. Gjithë fillojnë himnin për çafon njëri tjetrin, Armando Broja rri këtu. Edhe dorën qaf nuk e hedh shokut të ekipit ti. Po pse e bën atë thu? Po pse e bën këtë? Po kjo është një tregim që ky lojtari që ka kaq nivel tjetër sa edhe dorën nuk ta hedh qaf, e kupton? Që aty fillon për çfarë? Që nga ky detaj i vogël. Domethënë dhe këtu del që kam porth prap. O njëri vin të shohin 80.000 veta nga gjithë Europa, vin për ty për të pa. Edhe ti lun me 5% që tënd, me 10% që tënd, po si guxon më? Më mirë, nuk është vetëm problemit e Broja valla. Nuk është e Broja, po të gjithë. Problemi është te gjithë ekipi sot. Te gjithë ekipi, sidomos ai Balliu je. O zot, veç më kruaj kokën. Kruaj vllai. O zot. Ç'është Balliu ashtu më? Balliu. Edhe më thoshe ti mu, të heqim Hysajin, të fusim Balliun. Më fal, ku është kamera? Ku kam Hysaj, ja. Më fal, Elsi Hysaj gjithë jetën do të kërkoj falje për çka kam thënë. E kemi thënë gjithë jetën krau djallë duhet të jetë Balliu, u fut Balliu direkt gaf. Ndërkohë Hysaj me Serbin, lojtari më i mirë. Ja nxori edhe penalltin, komplet aksioni vetë, mori topi shkoi përpara. Ja Serbin më çfarë Serbie? Flasim për Letonin. Jo, e di çfarë pëlqen. Taktika, ky njeri Silvinho mbret, ka taktik tha. Lojtari më të mirë ndeshje me Serbinë për taktik po e heq dhe po fut Balliun. Dhe goli. Ndoshta e ka rrit për Andorën. Goli është faj Balliut, pikërisht ndërrimi taktik që bëri Silvinho mbret. Mbret komplet nuk kam çfarë. Po gafën në fund fare, pedi? Ora, mirë që nuk bë 2-1. Më prap gaf Balliu. Mirë që nuk bë 2-1. Po shikoj çfarë tregon Letonia. Një kombëtare që në pretendime ishte më dobët nga ne, pra nuk futet për vend dytë. Lojtari që bëri autogol, se ishte autogol edhe Letonia. Po, ja hoqën Reymana. Shkoi përpara, mbrojt s'qendër ai. Bëri dhe gol. Domethënë ky njeri ka grindë që me dal përpara dhe me bë gol, që është mbrojtës qendre. Ti që je pyk të Shqipëria, që pretendon, nuk bën dot një gol dy ndeshje? Kush ta bëj golin? Broja Manaj. Çe Broja më, un po them Broja nuk duhet fare në kombëtar, o vëlla. Po dakor, me këtë Po mendimin tim Broja nuk duhet fare në kombëtar, ai është shumë nuk ka as eksperiencë, nuk ka as ku di unë, ai s'do me lut me ekipin o vëlla, kështu nuk bën Broja fare për kombëtarin, për mendimin tim. Sidomos në këtë kohë herë nuk Nuk themi dot nuk bën. Po nuk bën valla, nuk bën për kombëtarin këtë viti herë, them edhe vitin tjetër, ai nuk do të jetë në kombëtar valla.
Ai pa pas minuta te ekipet që e merr Chelsea e çon huazim te Evertoni, nga Evertoni. Nuk ka formë. Po pra. Do të luajmë kontarën, se di si e futi. Rejmanaj, se kam dhe lufshnjar, Rejmanaj. Godet një penalti që unë kam 7 vjetë nga luajt portier. Me më dhënat penalti do kisha qarë rjetën. Do e kisha qarë rjetën veç nga ndjesia që kam për Shqipëri dhe 22.000 veta të pa. Qa po thumë Flor. Do e kisha godit më mirë. Ta garantoj që kisha godit më mirë. Do t'ishin dridh komët më burtallë. Fare. Po për zotin po. Atë lloj ndeshje? O fare po them. Po në atë lloj ndeshje dridhen komët me Letonin. Vetëm humb penalti në një ndeshje që nuk duhet humbur penaltia. Ti po e godit e fort. Se mos do të më humaj kot tash. Po e godit e fort. Çfarë do bëj portieri se topi shpejt nga portieri? Çfarë do bëj? Po e godit e po të kishte halla. Po e godit e fort deri jashtë. Pse ai Depay, ja ka halla aty që bën aq fort ai. Depay vllai gju 20 penalti. Po e pra ky shkret një i dhan. Po ka me ekipin mu. Një pra aq. Ka me ekipin. Tani shiko ç'a bën mbreti tjetër Silvinho. E bën kapiten. Shumë dakord për moral mund ta bësh kapiten ndeshën tjetër. Drejtë ku doja ta kishte dhënë penaltin. Penaltin Aslanit. Pse? A do ta them me fakte? Te Serbia, trajneri portierëve dolin mbrapa. Tha ne kemi studiu, tha, lojtarin tjetër, jo Manaj. Pra i mendon që penaltia po të merren nga Shqipëria, do godiste ky lojtar që godet edhe te Interi. Ndërkohë ti nuk e le atij. Pra ti që një kombëtar aq e mirë, se ai që godet para 80.000 vetave për ty nuk ka rëndësi apo jo. Ai nuk e mban dot presionin. Pra penalti është, kështu që penaltia është 50-50. E bo se bo. Jo nuk është aq. Aq është valla. Po pse nuk ishte për Lady Panon që ka bërë 50 penalti gjithë karrierën, vetë ka bërë 50 më e ka pas, po i ka rastis që i ka bë. E mban mend çfarë tha kur ishte këtu. Tha po pe topin. Po e godit e fort nuk ka portier bota kapi. E ka bër, e ka vërtetu. Po e godit e fort, ka shumë mundësi të dalë jashtë. Jo, po pse s'e kanë ndodhur? Shumë thjesht. Po godit e kuadrat. Jo jashtë. Po mi pa në kuadrat, o ti Flor tash. Jam shumë me nerva, si mund të vinë gjithë orë, a ditë më thoni njerëz kam marrë nga Kanadaja, kupton? Kam 3.000 euro shpenzim për të pa kombëtare. Dhe ti ke gjithë popullin duke të pa, mund të bësh heroi i kombit tënd. Dhe ti nuk lund dot me 100% që tënd më. Po çfarë lojtar, po çfarë vesh panellë kombëtare? Kush nuk luajti me 100%? Të gjithë. Kush? Askush nuk luajti. Të dyja ndeshjet. 2 pikë në këto dy ndeshje. Mendon që janë okay? Jo, me këtë ndeshjen e fundit. Po ti ke humb, ti ke vënë shkelmin botror e fundit ishte. Ta arriti Letonia me 3 ndeshje ka 4 pikë. Ta arriti Letonia. Ja të them unë. Me ndeshjen me Serbin nuk mund duk sigur çuna s'donin me lut. Mendoj që ajo penaltia. Po pra, po ti thënë nuk dhan 100%. Po pra, kur nuk jem 100% nuk do me lut. Kjo është ideja. Nuk ishte. Prandaj se jep. Por po të ishte bë goli i Rejmanajt, unë mendoj që do ishte akoma më problem për kombëtaren tonë. Jo. Kombëtarja ka tregu vllai që nuk e menaxhon dot situatën. Del një gol para kthehen mbrapa të gjithë mbrojtje. A kupton siç e bën me Italinë, bën gol e u kthyn gjithë mbrojtja ëndër. Me Italinë që ç'është frike nga Italia. Se ti kujton se me ekipet tjera nuk ka frikë kombëtarja? Po pse Zvicra nuk ka këtë frikë? Që Italia 2 ndeshje mbrapa luan me Zvicrën dhe nuk duket fare në fushë. Për çfarë nuk ka Zvicra këtë lloj problemi? Zvicra nuk e ka këtë lloj problemi, vëlla, se ka lojtarë që luajnë 90 minuta çdo ndeshje. Po shumë më luajnë ti. Kë ke një të kombëtarë që luajnë. Meritoi vendin tonë. Si ta meritoj? Po ta jep njërin borxh vendin kombëtare apo klub. Po pra nuk kanë takat për këtë po them. Po tani nuk e takat. Prandaj tremen vëlla. Thot ai shef ai, thot ky lojtar luan 90 minuta te ekipet e tjera, luan çdo ndeshje, mos luaj thot ai. Vetëm për ata tifozët që kanë shkuar deri atje, që unë dëgjoja UÇK-n edhe përshëndetjen për Serbinë edhe nga Letonia, nga mijëra kilometra larg, vetëm për ata, për tifozët e Kuqezi. Për ata duhet fitonin. Vetëm për ata që nuk kishin dot këtu, që shkuan deri atje vetëm për ata. Prandaj ndoshta prandaj nuk kanë fituar për këtu gene. S'ka qenë tifozët. Ka pa ndeshje që kanë qenë dhe prapë nuk kanë luajtur. Se po ti ishte kombëtare nivelin që janë tifozët, ne do ishim për botror çdo herë që zhvillohej, po nuk kemi në atë nivel. Nga tifozët, jo do ishim botror. Imagjino të vimër trajneri serb, trajneri i një kombe që të urren, dhe thotë unë do të doja që këta tifozë të kisha në Serbi. Dhe atë po i bëjnë namin tani, e kupton çfarë lloj tifozërie ke apo jo? Po tifozërinë kena treguar gjithmonë vëlla. Si e tha Shako Hoxha, 2 herë që kena shkuar në Europian, 2 herë na marrin mend vetëm për tifozëve. O çdo ndeshje. Po mu vjen keq që do shoh tani një insert. Do të them vjen mirë që do shoh gjë, po vjen keq që kombëtare nuk është ai nivel. Tifozët Kuqezi, çka kanë bërë atë ditë me Serbin, nuk ta merr mendja. Se dolën te rendi? Ti nuk isha aty. Jo. Çka ke humbur ti aty? Hajde ta shoh. Ndiqe pak ta shohësh edhe ti. Nëse po ju pëlqen kjo që po shikoni, na ndiqni në të gjitha rrjetet tona sociale dhe mos harroni të na bëni subscribe në YouTube.
Nga ke ardhur për park kombëtare? Nga Tetova. Nga Tetova. Mu duke pak shajik në pamje. Ha? Nga i me origjinë? Nga Tirana. Nga Tirana. Po. Na thuj pak nga ke ardhur për park kombëtare? Nga Dibra e Madhe. Nga Dibra e Madhe. Po. Nga Dibra e Madhe. Nga Dibra e Madhe. Nga Dibra Madhe. Shumë veta kanë ardhur nga Dibra e Madhe. Por herë ka shumë nga Dibra e Madhe. Nga Istoku. Nga Istoku. Po. Çfarë emocioni të zbuluar përballë Serbisë? Full emocione, s'ke që atësh. Nga Kosova. Nga Kosova, po. English, better. English? Më mirë English. Jetoni jashtë? Po, Amerikan. Okej. Vi nga Ulqini, po kam marrë jetoj në Gjermani. Për Shqipërinë etnike jena me zemër, jena patriot edhe për në Shqipëri do vim gjithmonë. Jam mas se 20 vite të ndjen kombëtare në anën mban botës. Shfe vlaçko, shife gjithë ki njerë, gjithë ki popull, Patjetër. keq shqiptar, pi Maqedonisë, pi Kosovës, pi Shqipërisë, gjithë jemi një. Sa të bukur që jemi, ore. Oh. Hello. you What doing? brought you to come watch the match? Well, I'm here actually visiting, boss. Well, I started in Bosnia and came all the way down to Montenegro, and now I'm in Albania now. Oh, so- are you rooting for Albania tonight? Of course, look at my jersey. Oh my God, yeah. yeah. Can I do that thing? We're gonna win. Yeah? Andele, shumë të fortë jeni, halal i koft, inshallah fitore sot, a? Shumë emocionet. Janë emocionet e papara. Po e keqe e kësaj se s'kemi bileta. Je pa bilet. Pa bilet. Dhe ka ardhur nga Tetova në Tiranë. Dhe Vetëm jemi për ta pa parë tu bilet. jashtë. Po. Çfarë emocioni ndjen ti për ndeshjen përballë Serbisë? Shumë emocionuar vallai, është rast special, sidomos kur luajmë kundër Serbisë, se kemi armik të përjetshëm. Që i ri, kur ka lujt 94-ën, bas që u hap kufili, kam ndjek kombëtare. Në stadiumin e vjetër në Kemal Stafa, në Elbasani edhe në Shkodër. Është si asgjë tjetër, unë do thash më e madhe se loja me Europianin për mendimin tim. Është më e madhe, ka më shumë atmosferë. Kam shumë emocione të mëdha sepse është një lojë spektakulare. Are we gonna win today? Me kismet, po, inshallah. Me kismet. No kismet. Yes. fitojmë. Yes, we're gonna win. Kam lanë familjen gjithë për më kombëtarë, edhe i la gjithë për atë dhej. I'm not gonna lie, this is my first time actually coming to a soccer game. This is madness right now. This is madness. Yes, madness. You told? Yes, it's madness. Yeah, this is actually my first time coming, and my tour guide from the city I came in before this, he was telling me how rival Serbia and Albania is. He said, "Be careful out here." So I'm like, "All right." So Did you learn any Albanian word by staying here? no, I haven't. I'm still trying to learn. Nobody's trying to teach me anything. Po ti ishe lojtar fush. Çfarë do ishte gjëja e parë që do bëje kundër serbëve? Që ne golen. Direkt golin e parë. Direkt golen e parë. Po kështu Direkt kisha portier, direkt golen. Ndërhyrje tash pra po. Ndërhyrje tash pa. Do shikoja. Vohet nga strategjia e lojës. Gol. Direkt në të parën. Gol. Një stopin gol direkt. Patjetër. Sekonda 3. Gol. Po ti ishe të fush keni përballë Serbinë. Çfarë do ishte gjëja e parë që do bëje? Se dit, mendoj do ta ipsha 1000% tim. Maksimumin do ipshne, normal. Janë të vetmit çuna që i kemi bërë këtë pyetje dhe nuk kanë shar. Jemi Ata ka thënë njëri që gjanë me Berat Xhimshitin. Po, më kanë thonë. Po, Gjaka Guxha. djali miqës më ka thonë jam si Beret Xhimsit. Flori, jam shumë e lumtur që more me vete dhe hapa syt me çuna ta shqiptar që jeni shumë të bukur, mër zoti i madh. Edhe tregojnë edhe atyre të pa manuali që shajnë çunat shqiptar, që nuk janë për të fshahur çunat shqiptar. Jo. Çfarë po thonë për çunat shqiptar? Çunat shqiptar dhe çunat kosovar janë shumë të bukur, e mohon? Te Klea kuptoi këtë sot kur pati foto. Nuk e mohoj dot. Por edhe gocat janë goxha mirë, dua ta them unë tani, dua ta pranoj dhe unë. Hajde mësojeni. Ha, duhet me mësu një fjalë shqip. A jemi live? Po, jemi live. Serbi, Serbi? motrën. Serbi? Pse josa? Serbi, motrën. Motro. Yes, my friend. There you go. What does this mean? Tani, do themi 1 2 3 mi live, vazhdim e dini vet ju. Jemi live. Serbi. Të Serbi. Çka këngët motivon ti më shumë për kombëtarën shqiptar? Çka këngë këndon kryesisht? Këngën himnin e gjithë shqiptarëve. Ta këndojmë himnin bashkë. Patjetër. Ret flamurit të përbashkuar me një dëshirë e një qëllim, të gjithë atje duke u batuar, të lidhi besën për shpëtim. Are you
Retin Pasha, jenë nga ti Bramanta. Po, ata Retini, po. E këndoj pak Haredini bashkë. Ma re. Më vale më. Retin Pasha. O poj vjen orati, ikës jalla quba në momalete ti, i brez jalla quja. Do më këndosh pak Xhamadanin, a e di Xhamadanin via via? Po. Ma këndo pak. Xhamadani via via, është Kosova, është Shqipëria. Xhamadani via via, është Kosova, është Shqipëria. A do fitoj Shqipëria apo jo? Po. Ma jep dorë. Bravo! Mora fjallë, mora fjallë, mora barkun, mora qarkun, me i thurkang bashk legendarit, ti këndoj, Adem Jasharit, ti këndoj. Mora fjallë, mora barkun, mora qarkun, me thurkang bashk legendarit, ti këndoj. Ti këndojmë Adem Jasharit, ti këndojmë. Benar, ti ishe për tifozët do ishim botëror në Europian. Tifozët me tifozët mu qa person. Kemi tifozët më të mirë. Vetëm me këto çunat e kombëtarës duhet punu pak. Ore, çunat duhet punojmë, po ti nuk e di që edhe gocat punojnë goxha mirë futboll. Gocat janë perlë, kemi goca futbolliste, madje njërën, e kemi në studio. Kemi një që ka thyrë rekorde, i ka thyrë gjitha, nuk e di, ka thyrë zemra apo jo, po duhet ta pyesim pak. Megi Doçi, përshëndetje. Përshëndetje, kënaqësi që jam e ftuar në emisionin tuaj, edhe që jep një rëndësi sportit, jep një rëndësi sportistave, sepse realisht jo në çdo emision na jepet mundësia për të shpreh se çfarë ne kemi derdh mund e djers dhe sakrifica në këtë sport. U të falenderoj për këto fjalë, po ta fillojmë pak me Sergji që ne pam tani. Për tifozët, tani dihet që tifozët janë gjë më e rëndësishme për futboll. Çfarë mendon për tifozët mbështetësi kombëtaren e çunave në këtë rast? Realisht nëse kemi pas diçka të veçantë dhe më të bukur në futboll, zemra kombëtare ka qenë tifozat. Gjithmonë, realisht në çdo kompeticion ku kemi marrë pjesë, kemi qenë të mrekullueshëm. Jo vetëm me sjelljen nëpër stadiume, jo vetëm me brohoritjet që kemi bërë për lojtarët dhe me mbështetjen që kemi dhënë lojtarëve në fushë, por gjithashtu dhe me sjelljet jashtë fushë, po ashtu dhe me sjelljet me kumbet e tjera, me tifozat e kumbeve tjera. Pra, jemi aq miqësor dhe dashur, saqë bota nuk e kupton se kush është Shqipëria. Kështu që pse jo, këtë shembull që japin tifozat realisht nëpër stadiume, pse mos ta bën Shqipërinë duket e madhe dhe e madhe edhe në sport, edhe në fushë. Që shpresoj që duhet edhe shumë punë që ne ekipet e mëdha ose vendet e tjera të na marrin me seriozitet dhe të arrijmë, sepse ne kemi mundësitë shumë me cilësi që kemi në ekip kombëtar për të arritur dhe për të ecë shumë. Po ti vetë shkon shpesh ta ndjekësh kombëtaren për shkak. Dhe ai ishte ndeshjen me Serbinë në stadium. Unë realisht e kisha të pamundur të shkoja me panishën. Pasi duke pas parasysh marrja e biletave ka qenë shumë e vështirë, por e ndoqa me shumë dëshirë, me shumë emocione nga televizori, kam përjetuar shumë. Unë realisht e ndjekë shumë futbollin, unë për vllaznin bëj gati 200 km nga Tirana çdo nesër gjatë gjithë kampionatit, kam shkuar në Shkodër për ta parë në Shkodër, e jo për ekipin kombëtar. Kështu që unë jam pjesë e ekipit kombëtar dhe realisht e kam ndier shumë himnin, e kam ndier shumë ato tifoza që brorisën dhe realisht me keqardhje them që to tifoza kur do vi momenti që të ndjen të kënaqur me ekipin që kanë në fushë dhe brorasin për ta. Morën vesh kapitenet e kombëtare e femrave thotë vështirë me gjet bilet. Ti më thonë më gjej bilet. E kupton ku është problemi. Do të kishim pyet Xhulin për bilet. Po. Tani, do doja që këta tifozat që janë të zjarrt aty të jenë të kombëtare e femrave ndoshta. Për mua do ishte ëndër. Për mua po të isha atë ditë në fushën e Blerët, do jepja gjithçka. Do jepja shpirtin në fushë.
për ato tifoz, sepse realisht aty është emocioni, aty është dëshira, aty është ndjesia e luajturit futboll, kur lën mes 22.000 vetëve, di çfarë do të thotë? Ti edhe nëse je i vdekur, ti nga ato bërëri ma zgjohesh. Edhe do ishte një ëndër për mua që një ditë të luaj, edhe pse jo dhe më pak dhe 10.000, do ishte kënaqësi shumë e madhe që të luaja në atë stadium, sepse realisht jo vetëm stadiumi që është i bukur, po kemi tifozat më të mirë në botë. Po sipas teje, për shembull, pse mendon që është kaq diferencë e madhe? Po ka diferencë sepse futbolli meshkujve patjetër ka më shumë investime, ka më shumë të ardhura. Edhe futbolli femrave nuk i ka këto të ardhura. Nuk e ka këtë mbështetje, sidomos në Shqipëri. Përveç federatës, për futbollin e femrave nuk do t'ja di askush. Po tifozliku, për shembull, tifozi shkon të bëj tifo për atë ekipin e zemrës. Nëse për shembull ka kaq tifoz vllaznia meshkujve, që janë tifoz me ekipin e vllaznisë, pse mos janë dhe me femra? Po mos harrojmë se vllaznia është djepi. Sidomos vllaznia femrave që shkon Champions League kundër Chelsea-t, kundër. Jo, realisht ne në Shkodër ne jemi të kënaqura me mbështetjen që kemi nga tifozat. Realisht në mbaj mend në neshën ndaj kundër Real Madridit, neshja e parë në Champions League në 16 më të mirat, kemi pasur rreth 6.000 tifoz, edhe ta dish që futboll femrësh edhe me bileta, me pagesa, se po e bëjmë falas edhe s'po vinë, e kupton? Pra është e vështirë sepse nuk ka të ardhura. Në momentin që s'ka të ardhur nuk ndjen ashtësie, në momentin që si bot reklam dhe në për televizione nuk jepin neshjet, jepet vetëm një neshje në javë që ja jep për të shëja, don reklam, don vajzat sportiste që kanë në për intervista, në për gjitha emisionet sportive, jo të thirrën femra që s'e kanë idenë futbollin dhe shkojnë vetëm për t'treguar trupin e tyre. Kjo funksionon në Shqipëri. Nëse unë mendoj që ju meritoni dhe 22.000 tifoz të shohin ndeshjet. Jo, realisht unë të falenderoj, patjetër që do ishte shumë e bukur që ne të luajmë me 22.000 tifoz, mbetet e ëndër, por është shumë e vështirë për të realizuar. Po kështu mbështetje për shkak nga këto djemt e kombëtares, ekipit kombëtar ose Silvinjo ose ndaj një personazh futbolli nga këto djemt. Keni mbështetje apo? Jo, realisht nuk janë afruar pranë nesh, pasi është diçka që duhet komunikuar me trajnerin e kombëtares, me futbollistat që të afrohen, edhe nuk është se e vlerësojnë shumë futbollin e femrave, nuk don t'ia dikush për futbollin e femrave. Japin thjesht një rëndësi që jep federata, edhe pjesa tjetër pastaj nuk është se i jep rëndësi shumë. Nuk do t'ia di shumë për futbollin e femrave. Po ta marrin edhe te mbështetja, edhe te çmimet që jepen, domethënë nuk ka një interes mjaftueshëm, po ta shohësh edhe te çmimet që jepen në fund vitit japin sigur japin 11 që në vitit të meshkujt, pse se japin edhe të femrat? Pra të ndihemi të vlerësuara. Bota po e bën këtë gjë, po ne se bëjmë, sepse për ne është futbolli i meshkujve. Realisht futbolli i meshkujve është më lart, por do të japim rëndësi edhe futbollit femrave, që është shumë e vështirë dhe duhet ndikojnë mediat, duhet ndikojnë edhe federata, pavarësisht se ka dhënë shumë, por do të japë edhe më tepër. Tani, kombëtare femrave vjen nga 2 ndeshje, Çeki dhe Ukrainë të dyja të humbura 2-1. Çfarë mendon që nuk shkoi te këto 2 ndeshje? Po të merremi me arritjen e ekipit kombëtar të femrave, besoj se nga viti në vit kemi bërë ecuri mjaftueshme dhe ecuri të mirë. Patjetër që e mira s'ka fund. Edhe e rëndësishme është që stafi i ekipit kombëtar me krye trajnerin Ermir Grima kanë punuar pafundësisht, po ashtu edhe shoqjet e ekipit. Duhet komplimentu sepse kemi bërë, nuk është e lehtë ta mundesh Kroacin, me beso, sepse janë federata, janë vende që mbështesin futbollin e femrave më shumë se ne. Po ashtu edhe kanë luajtur futboll para nesh. Kanë vite që kanë futbollin më të zhvilluar se te ne. Edhe realisht kemi dy humbje, është e vërtet, por me arritjen që kemi bërë, kemi mbesim në grupin B, nuk bien poshtë, pra kjo tregon që kemi rritje, por futbolli ka këto janë momente vlerësimit. Ndeshja, unë besoj se ato 2 ndeshje me pak kujdes, me pak menaxhim, se në momentin që ti, kur e shef veten që nuk ke shumë aftësi për ta mund kundërshtarin, kur ti je 1-0, do menaxhim ndeshje, do menaxhim loja. Edhe po janë gjëra që ndodhin në futboll, kupton? Kështu që normal do ketë
gjithmonë do ketë një fitues dhe një humbës, kështu që më vjen keq që këtë rast ne ishim humbsat, por besoj se do mësojmë nga kjo gjë. Kemi patjetër ne mbesim aty, por kemi edhe një ndeshje tjetër, që është ndeshje play-offit, që na ka rënë me Kiprën, dhe jam shumë i sigurt që ekipi do ta kalojë është me sistem vajtëardhje, patjetër kjo ndeshje në tetor, edhe jam shumë i sigurt që ekipi kombëtar këto dy ndeshje do marrë fitore. Unë kam besim te stafi, te shoqjet e ekipit, jam besim plot dhe jam i sigurt që ne do ta kalojmë kundërshtarë dhe të arrijmë fitojmë. Këto janë synimet që ka kombëtarja femrave tani? Po. Ndryshe nga kombëtarja, Vllaznia fiton prap kampionatin për të 100-ën herë. A nuk lodheni pak kur fitoni kampionat çdo vit? Nuk e lini dot një ekipi tjetër? Vllaznia ka fituar kampionatin për atë sa ka punu. Okay. Që jo për 100-ën herë, po edhe 101-ën do vi tani shumë shpejt. Nuk lodheni që thoni e fiton prap? Po nuk është, më besoj që nuk është e lehtë ti jesh i pari. E sidomos në ambientin futbollin shqiptar, ka shumë, ju e dini si funksionon futbolli në Shqipëri, por don shumë punë, don sakrificë, don mbështetje, edhe kjo fal presidentit, fal punës që bën stafi teknik dhe stafi drejtues, po ashtu edhe lojtarët në fushë, po ashtu edhe lojtarët që merren nga jashtë, sepse është një punë e vazhdueshme dhe gjatë gjithë vitit që na të arrijmë, që na kemi këto synime, këto objektive dhe të arrijmë të realizojmë këto objektive. Është ndryshe të kesh synime, është ndryshe të kesh objektive dhe ndryshe të realizosh. Pra është një punë që ne gjatë gjithë vitit jemi në presionin e humbjes. Në Vllaznin gjitha ekipet luajnë. Të gjitha luajnë pa përjashtim, sepse duan të marrin diçka. Një barazim po të marrësh Vllaznis në qytetet e tjera është festë. Kështu që te na jemi të dënuar gjithmonë për të fituar dhe do vazhdojmë të jemi të dënuar për të fituar. Po shikoj ç'do ndodh, te Vllaznia femrave nuk diskutohet fare kampionati. Te Vllaznia e meshkujve ka që 2001 pa kampionat. A mendon që është fajt çunave apo ju jeni më mirë nga ç'duhet të femrat? Po realisht ka të bëjë shumë dhe menaxhimi. Tifozat e Vllaznis janë të mrekullueshëm. Është një qytet që jeton me futbollin, jeton me sportin. Unë mbaj mend në vitin që Vllaznia ra nga Superliga. Realisht kur dilën qytet ishte si një Shkodër e vdekur që nuk jetonte, nuk merrte frym. Dhe në momentin që Vllaznia u kthye në Superligë, ishte një qytet që merrte frym. Pra ai qytet jeton me futbollin, jeton me sportin. E kanë thënë gjithë, jo vetëm sepse e them unë. Por realisht unë kisha shumë dëshirë, gjithë, si shkodrane, unë jam nga Burreli, kam 14 vite që luaj në Shkodër, jam bërë dhe unë si shkodrane, sa që udhtoj maksimum për shku për t'i pa Vllaznin dhe për t'a pa kampione. Nuk e kishim mundësin për t'a pa këtë Vllazni kampione, po kemi mbetur duke shpresu, Vllazni se mos po e fiton, shpresoj që në vitin vazhdim ta fitojnë, por futbolli meshkujve patjetër që ka më vështirësi, ka më investime, sepse janë dhe ekipet e tjera që investojnë. Egnatia ka një president shumë mirë që ka investuar shumë mirë, ka marrë lojtar shumë mirë dhe ka të bëjë shumë cilësi që ke brenda në ekip. Kur ke cilësi brenda në ekip, ke çfarë prodhon, ke çfarë jep në fushë, sepse po ta shohim, Egnatia është një ekip që ka luajtur për mua, është si Skënderbeu i dikurshëm që ka luajtur futboll. Patjetër që Skënderbeu i dikurshëm ka luajtur mirë edhe në Kupat e Europës. Aty mbetet për dupar. Aty mbetet për dupar. Pra siç e tham që në fillim ke thyr rekord pas rekordi. Ne do të dim sa është numri sakt i golave si profesioniste. Po i mbajtë mend. Numri sakt i golave, realisht numrin e sakt nuk e kam sot. Un kam dalë sërish golashënuesja më e mirë me 83 gola në kampionat këtë vit. 83 gola. Po. Besoj se ishte Leo Messi vitin më të mirë. Besoj se do të jem afër 800 golave, pa llogaritur golat në kup, vetëm me Vllaznin këtu, pa golat e Champions League, pa golat e kupës, vetëm kampionatin shqiptar. Kështu që po të llogarisim edhe golat e kupës, golat me ekipin kombëtar, golat në Champions League, besoj se jam shumë i sigurt që 850-a jam. Këto Infantino e këto Ceferini i din ko apo nuk i din. Si marrin vesh? Si marrin vesh? Është që në shto gola më besoni që gjithë kujt më ndi duket e letë. Po ta mendosh 800 herë edhe me gjujt në port, me gjujt stërvidja shumë e vështirë. Pra dhe më kundërshtar asnjëherë s'ka qenë e lehtë edhe Miki Doçi ka qenë gjithmonë ajo për t'u marku. Personi për t'u marku. 2-3 lojtarë gjithmonë i kam pas, sidomos kampionatin shqiptar. Edhe jo vetëm këtu, por edhe jashtë ku kam luajtur kam pasur 2-3 lojtarë mbrava. Pra nuk ka qenë e lehtë. Por është diçka, këto rekorda janë arrit
me punë, me sakrificë, me pasion, duke punu çdo ditë, patjetër me nivelin e shoqeve të ekipit, sepse pa shoqet e ekipit që kanë pas cilësi, që dhe unë dalte goli, është e pamundur, pa ashtu edhe me mbështetjen e stafit teknike drejtues, sepse normal kur ke mbështetje edhe nga trajneri dhe nga presidenca, ti je më i lehtë për të vepruar fushën e lojës. Sa gola ka Cristiano po? M'fal, po të kisha ajo Alisha që bën vetëm foto, të kisha 800 sa gola, nuk do bëj nami për të në gjithë botën. Jo, unë realisht nuk jam si Alisha, se po t'isha si Alisha, do isha si këto femra që marrin pjesë të procesit dhe të këta duke treguar trupin. Unë si jam nga ato femra që unë du t'jem ajo që jam sportiste, ajo që ka sakrifikuar dhe ka derë djerës për të arritë të gojama dhe nuk jam si Alisha, po t'ishte si ajo do kisha më shumë të ardhura, por jam e kënaqur me këtë që jam. Po çfarë mendon që e pengon për shembull ti që ke kaq shumë gola, pse nuk njihet në arenën ndërkombëtare këto lloj gola? Shumë mendoj që ka dikush që ka më shumë, po thamë lojtarët e njohura. Po sepse nuk është se ju intereson më shumë, edhe ju intereson më shumë golat që bëhen në kompeticione ndërkombëtare. Jam shumë e sigurt që po t'i kishin bërë reklam më tepër dhe po t'ishte mbështetur më shumë nga media në Shqipërinë, beson që ata do i kishin njohur. Ronaldo di bëri gol, fitoi trofe, dhe synon të bëj 1000 gola. Ti e ke një synim në jetë 1000 gola edhe ti? Patjetër që po. Unë gjithmonë jam në ndjekje të thyrjet të rekordeve. Kjo është ajo që më mban gjallë. Thyrjet e rekordeve. Cristiano realisht është idhulli im. Është një lojtar që është shembull për gjithë botën dhe gjithë bota e don, gjithë bota e dashon, jo vetëm Ronaldo, por edhe Messin. Por Ronaldo për mënyrën e punës, për pasionin, për dëshirën, për edhe ato ditët që ai nuk ka dëshirë për të punu është aty. Pra është një shembull, mu më ka bërë përshtypje edhe një intervistë e tij, edhe ku ai thonte që nëse do ishte puna për ekipin kombëtar, do e kisha thyer edhe këmbën. Edhe realisht ai është një shembull që pse jo mos merret edhe nga nga ekipi kombëtar joni, sepse të kesh 22.000 tifoz stadium, të kesh atë lloj mbështetje dhe ti mos t'japësh maksimumin, sepse jam shumë i sigurt se nuk është maksimumi i ekipit kombëtar. Por ka të bëjë shumë edhe mënyra e lojës, ka të bëjë shumë taktikisht se si ekipi kombëtar luan, ka të bëjë shumë edhe trajneri, çfarë detyra është detyra sulmuese, mënyrën si çfarë i kërkon ekipi. Unë jam shumë i sigurt që ekipi kombëtar ka cilësi për më tepër edhe për arritje më të mëdha. Tani 1000 gola, kush i bën i pari? Ti apo Cristiano? Po jam shumë i sigurt që do t'ja kaloj. Ti? Po. Unë kam një pyetje më të mirë apo? Vazhdo vllai me kam një pyetje më të mirë. 1000 golin e kava. Më the për 22.000 veta në stadium. Po ta kishe penalltin e Manait, nuk e ka personale fare me Manin. I e ti që godet penalltin. Do e kishe goditur më mirë? Po penalltin ishte një penallti me emocion, me pesh. Patjetër, po 22.000 veta. Besoj që ishte një penallti, nuk Mana është një lojtar shumë i mirë, ka shumë cilësi. Është një penallti që e kanë humbur, penalltin e kanë humbur lojtarët më të mirë botës. Kështu që nuk kemi pse ta vendosim shinjesër Manen. Besoni që ai ndihet keq, besoni që një muaj s'ka për të fjetur nga kjo penallti, por do dhe çik qetësi, do dhe çik menaxhim. Ishte penallti me pesh. Pra, patjetër që ka mundësi për të gjuajtur edhe më mirë. Edhe unë ndoshta mund ta kisha humbur. Unë një penallti kam humbur në jetën time në 14 vite sport. Edhe një muaj s'kam fjetur realisht, por jam shumë i sigurt që po ta marrësh, trajneri i zgjedh lojtar të qetë, kishte mund zgjedh edhe një lojtar, një sportist tjetër që është më i pjekur me ambientin, me tifozat, me peshën që ka neshja, me qetësinë. Unë për shembull do kisha zgjedhur më shumë qetësi, ndoshta edhe marrë mitën, pse jo? Duke pas parasysh qetësinë dhe pikurinë që e ka fushën e lojës. Tani po të krahasosh veten me një lojtar të famshëm, kushdo në botë. Kushdo ngjandet ty nga karakteri dhe nga loja ndoshta. Unë realisht nuk du ta krahasoj veten mbas i lojtar në botë, sepse janë lojtarë me shumë cilësi. Kanë luajtur e kanë provuar veten për ekipe dhe për neshën ndërkombëtare, po patjetër. Por idhulli im ka qenë gjithmonë Cristiano Ronaldo, dhe unë në fakt kam luajtur pozicionin e tij në krahun e majt, edhe bëj veprimet që bën ai. Ndoshta nuk e kam gjatësinë e dur, po kam pasionin dhe dëshirën që ka pas ai. Ndoshta nuk i kam pas mundësitë si ai, por ka qenë mundësitë e mia. Unë do thënë që ne nuk e numri 7 fanell me këtë që bëjmë. Po në fakt kjo puna numri 7
kam pasur në fillim kur kam nisur futbollin, kam pasur numrin 7, e kam pasur shumë dëshirë, por momentin që erdhi një lojtare në ekip, edhe një bisedë që kishte me presidentin, e kishte shumë dëshirë numrin 7 dhe aty ishte edhe momentin që u mora numrin 11 dhe jam shumë krenare dhe që kam këtë numër sepse këtë numër e kam kthy në një simbol. Besoj. Megi Doçi 11, Ronaldo 7, i keni nda ato. 11 vllai numër sulmusit. Ka lidhje 7, ne ka krau, sulmova ne. Po le të themi pak tek aventura jote te Galatasaray. Si ishte ajo aventurë te Galatasaray dhe pse zgjati aq pak? Por realisht ishte një aventurë e mirë sepse ishte me përfundimet kur del kampion, i mbyll gjithë ato bushliqet që ka lënë. Galatasaray ishte një aventurë për mua dhe një sfidë për mua, do thoja psikologjike, sepse shkova nga një vend që isha gjithçka, me mbështetje, me njëshin e futbollit femrave, po them të vllaznia dhe në Shqipëri, në një vend që nuk njeh askënd, në një vend që isha thjesht Megi Doçi nga Shqipëria, shkoj si lojtare më mirë, edhe me cilësitë e mia që kisha, nuk donte t'ia dinte askush. Por me shumë vështirësi, realisht kam pa them këtu në rreth parë sepse nuk jam pyet askund për sfidën time te Galatasaray, por në fakt po gjej mundsinë edhe po shpreham edhe këtu, nuk ka qenë e lehtë, jo për shkak cilësive të mia të futbollit, por ishte e vështirë sepse në ditët e para u mor vesh pagesa që unë kisha te ekipi edhe këtu u prishën gjitha marrëdhëniet pastaj me gjitha shoqjet e ekipit edhe pagesa ishte më e lartë nga ato që kishin ato. Po. Ishte e vështirë pastaj të krijoja marrëdhënie shoqërore me ekipin që të lidhesha me ekipin, sepse një lojtar që vjen nga jashtë don konda vetë që të lidhet, është ndryshe për i portier, është ndryshe për i lojtar që është pjesë sepse do të lidhet me pjesën tjetër, edhe unë kisha shumë vështirë që të lidhesha me pjesën tjetër të ekipit. Edhe në moment pra ishte gjithmonë unë do t'i fitoja topat në dy luftime që të tregoja veten, nuk kishte një moment që unë ta merrsha topin nga shoqja dhe të futesha në dy luftime. Por e gjeta guximin te puna që kisha, unë du të tregoj vetëm këtë për publikun, se ka shumë njerëz që thonë ai Megi Doçi iku jashtë dhe nuk tregoj veten. Kjo nuk është e vërtetë. Unë po tregoj vetëm këtë gjë që ekipi im u serviste 4 herë në javë, unë s'bësha 12 servitje në javë. Kështu që kjo mjafton besoj. Pra ti shkoj edhe personal, prapë ndiqet edhe vet. Ishte e vështirë sepse kisha gjithçka kundra. Edhe unë arritja t'ja dal, edhe unë e kam bërë që ai trajner në fund të ndeshjeve të vit të më shtrëngoj dorën para gjithë ekipit dhe të më thotë ti e luan nesh çfarë ishin këto ndeshje dhe çfarë ishte ajo që të bërë në fushë sepse ishte një ndeshje që ai më la në stol. Ishte era pa një dentime që rria në stol. Dhe realisht nuk i doli as nxehje. Ke parasysh kur dali? Po, nga inati ishte era parë, nuk dish sepse e di vetë që nuk e meritoj për ndaj në stol. Edhe duke pas parasysh se karakterin dhe inatin dhe egon që kam, më dukte shumë e vështirë. E di në Turqi ku i bie Burreli apo nuk e di? Nuk e di as pak, por nuk e njohin ato në Turqi as karakterin e burrelcave. Tani merkato verore po vjen prap. Do të tregosh një aferë të mirë ke menduar edhe një herë shkosh jashtë apo kjo eksperjenca dashje të keqe ndoshta? Realisht unë nuk trembem nga sfidat, nga eksperiencat, nuk jam tremb kurrë. Eksperjenca ime te Galatasaray besoj se më ka bërë më të pjekur, sepse aty mësova të luaj futboll pa mbështetje. Aty kam mësuar shumë gjëra, pa mbështetjen e kërkujt. Të luash edhe besoj që është shumë e vështirë, kur s'ke sa do pak mbështetje. Edhe patjetër që jam e hapur ndaj këtyre sfidave, nëse do të jetë një ekip që do ofrojë mjaftueshëm, unë kam treguar gjithmonë, unë kam pas ftesë, po ashtu më kanë kërkuar edhe Juventus, edhe ekipe të tjera, po unë kam thënë gjithmonë që nëse nuk më vlerësoj, nuk do iki si ato shqiptarët e viteve 90. Nëse do ketë një ekip që të më vlerësoj, patjetër që unë do shkoj, nuk do i trembem asnjë ekipi, nuk i trembem në botë. Kam treguar edhe ndeshjen në Champions League, që nuk i trembem asnjë ekipi. Unë kam treguar ndeshjen me ekipin kombëtar, me vllaznin, me Paris Saint-Germain, me Chelsea. Beso, ka nivel më të lartë që të luash me këto ekipe? Më i lartë ky ka qenë. Edhe kam shkëlqyer në këtë ndeshje, çfarë prove duhet tjetër që Megi Doçi vlen për të luajtur. Po është e vështirë, duke qenë shqiptar, është e vështirë që të pranohesh në ambientet e tjera, sidomos në ekipet e mëdha, sepse preferojnë më mirë një nga
Senegali, një mengjyrë, se sa një Ballkanas. Një nga temat që përflitet më tepër kur bëhet fjalë për futbollin e femrave është diferencimi që ka nga futbolli i meshkujve. Jo vetëm pagat, por po them edhe marketingu dhe tifozët dhe sa ndiqet. Çfarë mendon për këtë temë? Po, kur kam nisur futbollin, më besoni që ka qenë shumë e vështirë pjesa mentalitetit që jeti femër duke luajtur futboll. Femrat janë përgjithësi për me lop pjallat, me bu fëmijë, me çu fëmijë të shkollë. Është një paragjykim që bën gjithë. Është një paragjykim që është në gjithë Shqipërinë. Më besoni që ka qytete në Shqipëri që nuk e din akoma që futbolli i femrave ekziston, që ka një ekip si Vllaznia që ka shkuar në 16 më të mirat e Europës, që është ekipi i parë në Shqipëri që më besoni që do kalojnë vite që një ekip meshkush nuk do arrijë në këtë nivele. Edhe nuk ka mbështetje. Edhe këtë mentalitet më besoni që unë kam vujt shumë. Shikoni, kur unë kam nisë luaj futboll, patjetër që gjërat tani kanë ndryshuar, por në momentin që unë kam luajtur futboll, më shikonin sikur unë çfarë po bëja në fushën e lojës, thjesht po luaja futboll. Shikoni këtë djalin, se i kam pas një çik flokë të shkurtra kështu. E ke parasysh, më përpara jena pas prej çik flokë si kujtose se na kanë vendosur i tas në kokë kështu. Edhe na i kam prej. Edhe më thoshin, ky çuni që luan futboll. Edhe kisha vetë i fije gjujt, ky djali. Fakt më i mend sket me Sulejman Demollarin në Kamës. Kishte ekipin kombëtar, mbaj mend nuk e dija, u ishte njëshin. Më duket shpresat. Edhe vjen ish me kapela. O djali, unë po bëja gjujtje. Edhe po shumë fort. 2-3 herë trafesës, nga 20 metra, nga 25 metra. O djali tha afro pak. Edhe pash në fush, nuk ishte askush. Isha vetëm unë. Edhe ai që ishte në pankinë. Edhe më thot, o djali afro pak. Shikoj, hiq. Edhe ju afrova, se më thirrja e kuptova që e kishte me mua, kupton? Më tha, sa vjeç je? I thashën 15 vjeç, 16. Tha, o djali tha po, më thuaj ku, më falësh nuk jam djali, jam vajzë. Ti tha vajzë ta je? Edhe më tha nuk që dit. Por e kam pas shumë vështirë sepse në çdo vend ku shkoja, ishte ky mentaliteti nga djemtë, shikoj është si mashkull, është si djalë në shkollë, kudo ku luaja. Ishte më thanë që femra nëse luante futboll ishte si shiko si ka muskujt. Ndërsa sot femrat po vdesin, shkojnë palezër me bo muskujt vetëm. Edhe prapë nuk arrin dot. Edhe nuk arrin dot. Po tricepsha e kështu. Po. Janë frymë për to. Po pjesa e mentalitetit besoni që ka ndikuar shumë, por edhe pjesa e reklamës. Sepse në Shqipëri shihet më tepër pjesa e buzëqeshjes fallse e trupit që do dalësh me një fund për të duk bukur. Unë nuk jam me këtë ide. Në çdo televizion, po të shikosh nuk shej femër serioze që del tamam. Pra e bukur je kur ti zhvishesh, ti nuk je bukur kur ti zhvishesh. Ti je bukur kur je ajo që je, sepse ashtu të ka fal Zoti, dhe jo kur tregon trupin. Dhe mediat i bëjnë reklam asaj që zhvishet. Ata do t'i bëjnë reklam pasionit, dëshirës, mundit që derdhin sportistat, dhe jo vetëm sportistave, edhe artit, se gjithë bëjmë art. Piktorat, teatrit, gjithkujt do t'i bëjnë, do t'i japin sepse derdhin djerës, ta janë ato që japin për qytetin, japin për popullin, pra t'i japin rëndësi atyre që derdhin djerës, sepse japim edhe për fëmijët, kanë çfarë shikojnë, se thotë, ua, do të bëjmë si ky, do të punoj, që unë të arri këtu. Jo, unë duhet zhvishem, që të bëhem, do të zhvishem si kjo zonjusha që është televizion, që të bëhem dikushi. Kjo nuk është pra ideja, shitet ideja e gabuar. Preferojmë atë tjetrin, po ja më prit. Pse po merr atë tjetrin që ka shok, ka mik? Merr këtë që ka sakrifikuar ta njëjtën, apo ky s'ka shok apo s'ka mik. Pra kjo në çdo gjë, në çdo punë Shqipëri funksionon, por nuk duhet të funksionojë. Më besoni që Shqipëria ka për të rrit vetëm kur na ti vlerësojmë të njerëz, pra ti ndajmë nga pjesa tjetër. Kur të rritet, kur ket Shqipëria drejtuesa me kualitet, që din të flasin, din të komunikojnë, që kanë kaluar sfida në jetën e tyre, ato e dinë rëndësinë e jetës. Edhe fëmijët, nëse ti do të arrisish një fëmijë nesër pas nesër, kë do të marrësh shembull? Ato që ka der djers. Edhe vetëm këto momente, besoni që ne shqiptarë do ndryshojmë, edhe në ide, edhe në opinion që shtetet e tjera kanë për ne. Në dijenin tënde sot që ti je lojtarja më e mirë e futbollit femër, sa është ajo diferenca e pagesës në krahasim me djemt e futbollit? Po do thoja shumë madhe. Sa pra? Po, ata marrin 8 fish më shumë se ne. 8 fish? Bëhet që nxjeqi me llogari 20.000 euro mesatare në Shqipëri.
Apo marrë mesatar të Zemër Flora. Tash bo futbollist, nuk dohet. Po ti ishte futbolli meshkëve? Mendoj që do kishte njëri të arritje ndoshta. Do ishte shumë e vështirë, sepse patjetër që ku ka konkurrencë, do të jetë shumë e vështirë, por më besoj që konkurenca të rrit më tepër. Edhe duke pas parasysh mentalitetin, pasionin që un kam pas, jam shumë e sigurt që do kisha shkëlqyer në futbollin e meshkëve. Sot do isha në ekip kombëtar. Duke shkëlqyer atje dhe duke bërë krenar gjithë shqiptarët. Ti je shprehur që kur qenë e vogël mamaja nuk donte të bëhesh futbolliste. Tani që është krenar tani unë jam i bindur. Por a bëri ndër këtë diskutimin që çfarë mendonte atëherë? Më besoj që po tregoj historinë me mamën time, shkrirës së qeshuri, sepse gjithmonë zihej me babin në shtëpi. Babi më merrte për dorë, mami mante ka krau tjetër. Babi thotë do vish luaj futboll, mami thotë jo s'ka për ta luajtur futboll. So unë vritesha, ajo ma priste topin, kur ma priste topin ajo më thik. Mua sikur po ma ngulin thikë në zemër se ishte vetmja lodër që kisha. Në jetën time nuk kam njohur lodër tjetër përveç një top futbolli. S'kam njohur un Barbie, kështu gjëra, s'kam njohur në jetën time vetëm një top futbolli. Edhe ku ishte problemi, se sapo shkonte babi në borrel çtunave apo dielave për të bërë pazar apo kështu, babi më sillte topin. Edhe unë disha jashtë duke lut kriste sherrin në shtëpi. Konflikt familjar për çështën e futbollit. Vetëm po sot mami është krenare, po edhe sot mami thotë do të bëj dark, thotë, kur ta lësh ti futbollin. Se nga që bëhet më rak, ka shumë më rak që unë vritem. Nga që ti luaj fort. Nga që unë luaj fort për plasë, more thotë si qohesh aq shpejt, thotë. Unë ngel me zemrën në dorë, bëhet me tension, thotë, mami, bëhet me tension, është i qetë. Unë i them, ti duhet të jesh krenare, vjen në stadium, ti duhet ta shijosh. Jo, thotë, unë përfundoj duke u dridh, bëhet, shkon me tension 20. Po ti hajde shijoj, mos hajde për të bërë me tension. Mami është shumë krenare, patjetër edhe babi, kam bërë, jo vetëm mami, babi, familja, por janë krenare i gjithë fshati dhe gjithë zona Burrelit. Ka përmend babi, mami të ka thënë, atë thash do bëj lojtar futbolli. Atë thash lere gocën tuaj. Jo, ai di çai thot, babi ma, është vajza ime, thotë. Ti se ka pas njoft futbollin atje duaj gjithë thotë. Un kam pa futboll të njëjtën. Normal me babi sillte topin. Tani babi, po s'bëri babi lojtar futbolli, kush do bëj tjetër? Po sot që je rritur, edhe je profesioniste në futboll, vazhdon mami të merr në telefon për shembull të thotë hat këtë për drek ose ato të bëj diçka për drek. Kujdeset akoma për ty? Realisht mami të në kohës, ku je, me kë je, edhe sot vazhdon akoma, dhe pse i them akoma mame nuk mësove 14 vite që luaj futboll, akoma nuk mësove me situata që unë jam, akoma më pyet ku je, qa ban, a ke hongër. Akoma vazhdon mami, po. Si nona bëhet më rak për fëmijën, sidomos për i vajzë, sepse jam vajzë vetme, kam 2 vëllezër më të mëdhej, edhe duke qenë edhe vajzë vetme, më ka i çik më rak. Por po vëllezërit nuk lunin me top kur vinte topi në shtëpi apo? Vëllezërit është e çuditshme, se vëllezërit as s'e kanë fare dëshirë futbolli. Se pëlqejnë fare, nuk është se shkojnë me panë që Champions League. Megi do thonë nga bot 800 gola, nga bot gol Realit, apo mirë. Po Sa ke bot 800? Jo, realisht ashtu e kanë. Vetëm mua vinë më ndjekin në stadion, bërtasin, patjetër, sepse ndjen kënaqësinë, por nuk e shijojnë futbollin. Unë i them, zihem në shtëpi me ta, sepse çoj zërin në televizion, po se ndjeva atë shumë për rritjen e tifozave, po uli çik zërin thotë se po dëgjon lagja. Fakt kur shkojnë lagje merr lagja i çik. Bashku shivet nesha të shihet, si mund ta shohësh neshin ti te njishi volume. Ja për shembull. Ja këtë ju them unë, si mund ta shijoj ndeshjen unë me zotë vjeta. Unë po se qove te 14 te fundën fund fare të bërtasi komentatori aty gol. Megi të qenë lojtarë profesioniste. Çfarë ka diçka të vështirë që të pengon jetën ndoshta dhe çfarë ka diçka të bukur? Po qenit futbolliste profesioniste të ndalon për shumë gjëra, të ndalon të shkosh në rrugë keqe e para. Kjo është e mirë. Kjo është shumë e mirë, sepse ti je i predispozuar për të punuar para ditës mas dite. Unë realisht servitem 2 herë në ditë. Mundohem nga herë dhe 3 herë në ditë. Pra jetë e puna, ti nuk ke kohë kafeneve të bredhesh, do dalësh për i kafe orë apo 2 orë, po nuk mund dalësh tërë ditën, do dalësh një herë, po jo gjithë javën, e kupton? Pra je predispozuar te puna, ke diçka që ti do fokusohesh te puna, sepse nëse nuk fokusohesh, ti do kalon tjetri, del më i miri tjetri. Pra ndikon për mirë. Por ka momente që nuk mund të shkojmë festa, nuk mund, unë gjatë gjithë jetës time, domethënë, e din ti sa herë kam qenë në për pabe, natën ty, sa mund të po të them unë piti. Ke fitu topin e ardë 10 herë,
after party 10 herë topitar, po ta quaj 10 herë. Nuk është e vërtet, unë gjatë gjithë jetës time, mund ta them që kemi dalë nga këto party, 4 herë kam dalë. 4 herë. 4 herë. 14 5 herë që ti këtë javë. Pra, unë e din me cilën fjalia unë akoma, jam atë fjalin që kur kam dalë nga shtëpia, në moshën 12 vjeçare unë jam largu nga fshati, për të ardhur në Tiranë dhe për të ndjekur futbollin. Kam nejt 3 vite të tesja dhe pastaj kam dalë në shtëpinë time me vllajin. Në fakt në atë moshë aty ka qenë momenti më i vështirë në jetën time, kur kam momentin që jam kthyer me i çan ndor, apo pa nga familja. Ka qenë momenti më i vështirë në jetën time që do ta mbaj mend sa të jem gjallë. Sepse u largova me një çantë me ca rroba që s'kisha asgjë tjetër dhe shkova në një vend që nuk njihsha askënd. Thjesht për shku dhe për të thonë gjithëve që sepse gjithë më thonin në shkollë ai femrat nuk luajnë futboll. Ti s'do bësh futbolliste kur isha në shkollë në fshat. Ti s'do të arrish të bësh futbollist sepse nuk ekziston futbolli i femrave. Por unë jam kjo që jam, kam punu, edhe unë ju kam treguar gjithëve që unë kam luajtur futboll, jam bërë profesioniste, sot jam kapiteni e ekipit kombëtar, kam shumë medalje në qafë, kam shumë kampionate, dhe ju kam treguar gjithëve që unë kam luajtur futboll, edhe pretendoj edhe për më tepër. Unë kam thënë gjithmonë që pretendoj edhe për topin e art. Unë besoj akoma që një ditë më jepet mundësia të luaj një ekip madh, nëse një ditë më jepet mundësia, unë do ta tregoj veten që e fem për topin e art të madhin të femrat. Po, topin e art, ato që ka marrë Cristiano Ronaldo. Okej. Por të se me këto tjerë nuk jam e kënaqur. Këto tjerë dashim janë bërë si këto intervista që shkojnë për televizionet. Që shkoj këtu më janë bërë kështu gjëra të vogla, realisht besoj nuk është e vështirë ta vesh. Është një herë e merr gjithkush. Por e vështirë është të rish aty. Ta marrësh për çdo vit, sa për çdo vit të bëhesh e bezdishme dhe gazetarëve të erdhi prapë. A mori Megi be. Erdhi prapë kjo, se s'ka ne lajm ndryshe. Tani kur ta mbyllësh ti me futbollin. Çfarë do jetë ajo gjë që do bësh direkt ditën e parë, do thosh tani e mbyllën futbollin ku do shkojmë party apo diçka që do lirohesh nga ajo. Un kur të mbyll futbollin do të jetë gjë më e vështirë për mua, sepse është pasioni që unë kam dhuruar vitet më të bukura të jetës time. Pra, vitet më të bukura të jetës time nuk i kam shiju duke bredh me shoqërinë, duke dalë, duke festu, por i kam botë puna, duke punu për të bërë kjo që jam sot. Ti sa të lësh futbollin, ditën e parë që do e lësh, hajde mu kam një ekip të Sunday Liga unë. Ikim atje, për zotin, unë jam shumë i sigurt që ditën që do të lej futbollin do të jetë dita më zymt për mua. Po mirë, folëm për gjithë këto, për karrierën tënde, për gjithë ato gola, rekorde. Po Megi në marrëdhënie si është? Varet çfarë marrëdhënie. Marrëdhënie pra, a thyr rekorde në marrëdhënie apo? Jo se ja bën ndryshe. Në dashuri ke qef. A bën gola në jetë apo janë mbrojtje? Besoj se gjithkohë më pëlqen thyr rekorde. Edhe në dashuri ke qef thyr rekorde. Patjetër. Po, më pamje parë duke me vrazhd, por në njëri që ka sakrifikuar dhe ka ecë me vështirësi në jetë, patjetër që e ka këtë në pavjen e parë ka të vrasht sepse ka vujt në jetë, nuk ka pas asgjë të lehtë, por më besoni që pas sa i ftyre që duket e jegur, fshehet i Megi shumë e butë, një Megi me shumë njerëzillik, me shumë ndjenja njerëzore dhe shumë i mirë. A të ndihmon marrëdhënia në fushë? Je më e qetë për shembull apo? Po varet e dashuri që ke. Ma më tashi varet. Po më varet tash se. Po pse varet? Po më varet sepse të mënyra se si sillet me ty, sa do. A do të them po zut. Po zot me dash, u zune, si 3 gola. Po zure, më shumë gola apo më pak? Po zure para neshës ka kryer neshës se kemo. Po nuk del mirë neshë. Do të jesh shumë e përgatitur psikologjikisht. Unë për shkak mendoj që po të zihesh ti me të dashurin tënd, në ndeshje e nxjerr gjithë natin aty në fushë. 3-4 gola, Te inati te egër. Vetëm arbitri mos e nxjerrë kartonin. Më besoj që kur ke dikën që don shumë, është diçka që të përqendron. Nuk je i fokusuar 100% sa do thonë njerëzit ose lojtar profesionist, është gabim. Nuk është e vërtetë, tregoj, është gënjeshtër, sepse momenti që ti ke dikë që e vlerëson dhe don shumë, pra, po flasim për dashuri. Po, për dashuri. Domethënë që ti të prek në brendësi. Në momenti që ti nuk je i qetë në brendësi, ti si je si qetë psikologjikisht. Nuk je i aftë të bësh
dhe ti jesh shumë i përgatitur psikologjikisht që të mos thyhesh, që ta ndash, se realisht gjithsecili thot problemet i lejmë jashtë fushës dhe lejmë fushë, por është shumë e vështirë, problemi është jashtë fushës, mos ti fusesh në fushë, do të jesh shumë i përgatitur psikologjikisht. Ose disa për shembull shumë futbollistë edhe meshkuj, futbollistë meshkuj kanë siç është ai Ilicic, që kanë depresion për gruzë dhe e la fare. Ka sa dush sportista që kanë vujt shumë ndarje nga ferma që kanë pasur. Po është mbaj mend të futbollistin e Bayern Munich, Davis, është i lidhur, ka qenë i lidhur me një sportiste me atë të Paris Saint-Germain. Nuk po më vjen emri tani. Është kanadez, është ai, është vetë Parisi po. Janë nga njëta kombëtare. Ky e ka pas dashur shumë. Thonë që e tradhtoi me Mbappé, Fjalët janë ashtu, por në momentin që unë dal nga ajo, po tash është humbi shumë mas muskulare, dyshoj shumë e fytyra. Pra është diçka që ty të prek, sado i fortë që ti jesh, sado lojtar mirë ti jesh, ty të ndikon psikologjikisht. Që është gënjeshtër ai që thotë që problemet jashtë fushës nuk ndikojnë fort, se ti kur të kesh nënën një familje smur, sado javë ti jesh, ti prekesh psikologjisht, nuk je i qetë. Pra është gënjeshtër, kush do që ta thot ty që e kalon është gënjeshtër. Megi, ne të urojmë që të shkosh 40 vjet karrierë si Ronaldo, po kur ta mbyllësh me futbollin, çfarë plane ke mbrapa? Po, planet realisht unë duhet ta shijoj, sepse është diçka që unë dua shumë, dhe realisht edhe para kur më pyeta për momentin e lënës futbollit, më mushën syt me lot, nuk e dija e vore re. Po patjetër. Është një moment jam shumë i sigurt që do ta vuj shumë, por çdo fillim ka i fund. Kështu që do ta përgatis veten vazhdimisht këto kohë, por them do doja të isha pjesë e sportit dhe pse jo një gazetare sportive, sepse di shumë mirë, njoh shumë mirë sportin, do doja të isha pjesë e ndonjë televizioni. Patjetër nëse do ma japi mundësinë, por që shumë e vështirë sepse do gjej një mik. Po lërojmë vendin që tani, po e pranotojmë, na thuaj kur e le karrierën që ta mbajmë vendin hapur. Po ja do marrësh vesh media sepse kur vjen një do që karrierën do bën gati edhe këto të tjerë të marrin ndonjë çmim se s'po marrin as çmim. Tani do kënaqen ato gocat. Do kënaqen ato. Sa në momentin që ika unë te Galatasaray nuk kishte mos sulmuse kampionati shqiptar, fillon për tjerë të dalin në për intervista. S'kishte më, e kupton tani ku shkoj. Pra ne do bëjmë një lojë, kemi një top futbolli blu dhe një top futbolli, nuk është këto gender reveal. Unë Flori mendoj që është djalë, nuk është këto. Tash do bëjmë fëmijë vëlla. Por tani kemi futbolli çunave, futbolli gocave. Ne do bëjmë ca pyetje, do na japësh përgjigje dhe do ngresh tabelën. Që ta kesh më të lehtë. Mbaj rozën nga e majta, blun nga e djathta. Që mos ti ngatroj tani. Bluja janë blun nga e djathta, kupton sa me spec është blun nga e djathta, rozën nga e majta. Po roza nga e majta se nga femra në zemër është nga e majta. Ka vetë tjetër, i rreth tjetër aty, ja ç'është ai. Benar filloi ti. Tani sun? Po. Po, patjetër. Ku bëhen më shumë thashë theme? Në dhomat e zhveshjes së çunave apo të gocave? Vajzave. Ka më shumë aty thon? Po. Po për çfarë flasim më shumë? Po për shumë situata që mund ndodhin në ekip ose brenda. Po, në ekip ose edhe jashtë ekipit. Jashtë ekipit. Po. Ku ka më shumë zeli? Tek ekipet e çunave apo tek ekipet e gocave? Patjetër që te femrat. Ka më shumë zeli thua? Patjetër. Xhelozi. E kanë. E ka femrat edhe natyre. Si thot francezi, sharshela po, molla e sherrit është femra. Ja vetëm futboll. Se ke dju? Është problemi se ke dju. Nëse nuk ke dju, i bie që ka përjetu. Ku komentohen më shumë gratë e futbollistëve, në futbollin e çunave apo në atë të gocave? Po, nuk është se ka shumë femra që janë të dashura të meshkujve që luajnë futboll, janë vetëm një numër shumë i vogël, por besoj se femrat që luajnë në futboll. Qa pyetje kam tani? Ku depilohen më shumë këmbët? Te çuna apo te goca? Sa dhe çunat e futbollit e shoh që janë. Jo, në fakt do çoja këtë djemve, sepse femrat e kanë detyruar. Po kanë filluar dhe meshkujt tani. Çunat janë ata që e teprojnë. Çunat dylli këtu. Është shumë e vështirë për meshkujt. Okej, ku pihet më shumë cigare, në dhomën e zhveshjeve të gocave apo të çunave? Pa çunave pse? Te gocat nuk e nes në një kështu.
Mu më ka ndodhur te Galatasaray që e ndisin gjithë. Po. Këto hujte kanë lçu fare, edhe çunat çu janë edhe. Me puro atje. Jo, në fakt me puro dalin kur festojnë. Kur festojnë, por nuk besoj dikush që do të jetë. Ti ke shesnin më rrim por nëse ne aty në port për të jeri Barcelonës. Dikush që do të jetë profesionist besoj që nuk e ndes kur. Unë për vete nuk e kam ndezur kur. Unë kësaj radhe kam pirë, edhe unë kam pirë puro kësaj radhe, po kur fitova kampionatin. Ne aty lejo. Ka lojtar shumë mirë që piva, dhe ai Vardi. Vardi? Po mirë se profesionist. Ai ka deklaruar paketë shkom servitje. Po do shesim. Edhe shesim por 3 trofe, ke çaj thu. Vardi apo? Ku shahet më tepër arbitri? Te çuna apo te goca? Te arbitri shkret motra arbitrit në kohë. Të dy krahët. Të dy. Ç'a të bëj shkreti, po edhe gocat. Për mediat shqiptare, vlen më shumë një euro goli çunave të futbollit apo topi art i vajzave të futbollit? Një euro goli çunave, a? Po. Ky topi art një ndeshje kam një gol ka më shumë vlerë nga gjithë kampionati i bie me rregull. Ku ka nivel më të lartë arsimimi, te çunat e futbollit apo gocat e futbollit? Patjetër që te meshkujt. Tu janë më mirë. Patjetër që te meshkujt kanë më vlerësim. A e shesin më shumë veten si seks simbol çunat e futbollit apo vajzat e futbollit? Të dyja. Të dyja. Që janë bërë çunat i kanë pa, po dhe gocat. Po çunat në fakt çunat shqiptar, dhe sidomos futbollistat, ato që merren paktën dhe ecin në sport, nga që dalin pjesa më e madhe e tyre, për shembull kur ndryshojnë nga një që nuk kanë para, ndryshon niveli i jetës. Ndryshon niveli i jetesës, fillojnë bëhen me pjeshka. Po. Ndodh, kanë fillu lojtarët të vesh. E merr makinën kështu 6 po lërë makinën, lërë makinën, po të veshja ndryshojnë shumë, më pësa. Po dhe i shohësh djemt. Po më ka fillu të vesh fustane, e ke pa? Ato e ja me fustane, jo. Kombëtarja e Francës, e ke pati kur lidhen me shkon ai. Në Shqipëri është ajo. Nuk po i them me emrin, po ajo kompania që ka një kafë të madhe me xixa, mjafton, është perfekt. Edhe xhinkse grisha këtu. Ku manipulohen më shumë ndeshjet, te çuna apo te gocat? Të dhe dia. Nuk e dia që edhe femrat ishin problem. Ndodh aty? Ndodh. Kur nuk luajmë vllazniksat, nuk kanë çfarë. Domethënë, edhe te futbolli i femrave ekziston një tonali që lusket din për ekipin e vet apo është e vërtetë? Jo, te ekipi jo nuk ekziston kjo gjë. Jo, në futbollin e femrave thash. Po, futbolli i femrave është i madh, unë maj përgjithësi. Ndodh për shkak, ka se unë besoj se po. Te çunat kemi gjë, ka. Unë besoj se ka. Te ekipi jo nuk ka, por një ekip që ka rregull dhe disiplinë nuk ka. Por një ekip që nuk ka rregull dhe disiplinë gjithçka ndodh. Pra futbolli është një emër shumë i madh, se përfshin shumë njerëz, shumë komponent. Tani ti marr këto, që të bëjmë një gjë tjetër të fundit. Na vllai këto. Kuqe blu. Sa i egësh më. Vazhdo me lojën tjetër. Në fakt ka dhe zërin. Amore, ke pasur Flori. Kur ma thotë dikush ka Burrelli, është e konfirmuar. Tani do e prezantosh lojën tjetër apo? Po, loja tjetër është, e ke parasysh zgjedh një lojtar apo tjetrin. Okej. Ky apo ai po themi, edhe filloi edhe ti këtë lojë. Edhe këtë. Po jepi. Po çna ke bëm. Iniesta apo Pirlo? Të dy janë magjik në përdorimin e topit, por është shumë vështirë të zgjedhësh, më beso. Një. Por Iniesta. Iniesta apo Platini? Platini. Platini apo Baggio? Platini. Unë realisht nuk e kam, unë kam dëgju babin që unë nuk e kam kap këtë gjenerat, sepse është një gjenerat shumë e vjetër e futbollit, nuk e kam arrit dot ta kap. Kam kapur gjenerat e Mikael Ballack, e David Beckham, e Gerrard, e Kaká, Shevchenko, e Lampard. Pra kam kap këtë gjeneratën, por do thoya Platini sërish. Platini apo Kaká? Kaká. Kaká apo Zidane? Zidane, magjik. Jo, e futi kot. Magjik. Ja, Zidane apo Alisha? Patjetër që Zidane. Alisha është për foto. Me thamë që ke kolege do respektosh. Jo, nuk. Zidane apo Ronaldinho? Të dy magjik me topin. Unë do të ndryshoja deri Ronaldinho. Golat dhe ato që ka bërë Ronaldinho, gjithë janë trekëndsh, janë çmenduri. Magjik. Ronaldinho apo Yamal? Ronaldinho.
Ronaldinho apo Ronaldo fenomeni? Ronaldo fenomeni. Ta bëjmë më të vështirë, po e di përgjigjen. Ronaldo fenomeni apo Ronaldo CR7? Kjo vërtet që është shumë e vështirë, por do zgjidhja Cristiano Ronaldo sepse është idolli im. Ronaldo apo Marta? E di që është Marta, lojtarja e futbollit? Ronaldo. Ronaldo prap. Ronaldo apo Maggie Doç? Ronaldo. Ronaldo. Po, Ronaldo. Para vetes tënde? Para vetes time, sepse është gjithë Maggie që të kishin pak. Po pse aty jeni kokë me gola. Është njeriu që jam motivu duke e pa mënyrën se si punon. Ronaldo apo Mbappé? Ronaldo. Ronaldo apo Messi? Kjo është dilemë e futbollit. Ronaldo patjetër. Do të thënë ti e ke nda. Ronaldo apo Pelé? Ronaldo. E fundit fare Ronaldo apo Maradona? Ronaldo. Nuk kam çfarë të them, e kisha zgjatur Ronaldon deri në fund. Unë nuk jam shumë dakord se jam tifozi atij njeriu aty. Në fakt do thoja që po prisja Neymar, ndërkohë. Do e zgjidhe Neymar? Ronaldo apo Neymar? Harrova ta thoja, Ronaldo apo Neymar. Realisht Neymar është një person që kurrë nuk e mori, si thënë, princi i pakurorzuar. Neymar nëse nuk do kishte këtë dëmtim, besoj që sot do kishte 4 apo 5 topatar. Edhe prandaj ke atë numër ti. Se thash. Për mua pas Ronaldos, patjetër, pas Ronaldos, për mua Neymar është lojtari më i mirë në botë. Është magjik. Megi, ne të falenderojmë shumë që ishe këtu me ne. Ne u kënaqëm. Në fakt falenderoj, ishte kënaqësi që ishte pjesë e emisionit tuaj, edhe realisht të falenderoj për të dyve për mënyrën e komunikimit, për ngrohtësinë që më dhat që dhe më bët pjesë të emisionit. Më dha dhe shumë ngrohtësi patjetër, sepse është shumë e rëndësishme, jo vetëm kur dikush të merr një intervistë, por kur dikush e shijon intervistën me ty, edhe të jep vlerësim për atë që je. Dhe për këtë ju falenderoj të dyve. Na vjen mirë dhe takohemi në fush tani apo jo? Po. Okej. Unë jam gati. Ju pëlqeu edhe ky episod, ë? Herën tjetër na ndiqni për diçka akoma më të veçantë. Andale!